Një aksident tragjik është regjistruar mbrëmjen e sejntës në fshatin Çukas të Lushnjës, ku dy gra kanë humbur jetën pasi automjeti me cilin udhëtonin doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal vaditës. Sipas informacioneve paraprake, dy viktimat janë motrat Mirela Hasko dhe Florie Xhepa. Mjeti me të cilin ato po udhëtonin ka dalë nga rruga në rrethana që mbeten ende të paqarta dhe ka rënë në kanal. Për shkak të pozicionit të automjetit dhe pamundësisë për të dalë prej tij, të dyja gratë kanë humbur jetën. Në vendngjarje kanë bërritur ekipet e emergjencës dhe ambulancat, të cilat kanë bërë të mundur nxjerrjen e trupave nga automjeti. Më pas, viktimat janë transportuar drejt morgut të Lushnjës, ku do të kryen procedurat e mëtejshme mjekoligjore. Policia ka rrethuar zonën dhe grupi hetimor ka nisur shoqërinë e vendit të ngjarjes për të përcaktuar dinamikën e saktë të aksidentit. Hetuesit po verifikojnë nëse dalja e automjetit nga rruga lidhet me shpejtësinë, gjendjen e segmentit rrugor, një problem teknik të mjetit apo faktorë të tjerë që mund të kenë ndikuar në humbjen e kontrollit. Deri në këtë fazë të hetimit nuk është bërë i ditur ndonjë informacion për përfshirjen e mjeteve të tjera në aksident. Autoritetet pritet të japin më shumë detaje pas përfundimit të veprimeve të para hetimore dhe ekspertizës së automjetit. Ngjarja ka shkaktuar tronditje në zonë, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht shkaqet e aksidentit që u mori jetën dy motrave.